është një problem që, si më thonë, e ka përcjell sistemin gjyqësor ose gjykimin instancional që një kohë. Dhe pak a shumë ne përcjellim trendet, me qenë se jemi si gjykatë instancës dytë edhe në region, se si janë këto trende, ose se si sa është shkalla përqindjes e kthimit këtu në lëndë. Normalisht në shtetet po rreth varësisht prej shtetit ka dallime, ka dikun që është më mirë, po ka edhe që ndoshta është situatë parafërsisht e njëjtë sikur tek ne. Ne kemi marrë një gjendje për shembull rreth vitit 2020-21-22 kur ka qenë rreth 20% numri total i gjitha lemive të themi i kthimit të lëndë në rivendosje. Tani e kemi zvoglu këtë përqindje në bazë statistikave. Varieron normalisht prej vitit në vit, është dikun përgjithshëm ta marrim kështu dikun rreth 15-16%. Edhe këtu prap shkalla më e madhe e kthimit të lëndë në rivendosje është në civile, natyrshëm, sepse numri më i madh i lëndëve edhe është nga kjo lëmi, nga kjo fushë. Në administrative për shembull e kemi 7 ose 8%, disa lëmi të tmitura kemi ndoshta rreth 7%, por pastaj kur hin në numrin e përgjithshëm me lëndë të tjera, më rrin rreth 14, 15, 16% varësisht prej vitit. Që mendojmë që është në nivel krahasimor me shtetet në region, domethënë aty përputhet. Sigurisht që intenca jonë është që ky nivel ose kjo shkallë, domethënë e kthimit të lëndë në rivendosje të jetë edhe më e vogël. Por duhet ta kemi parasysh, e kam thënë edhe në takime më herët, mos gabosh edhe me ju, po edhe në situata të tjera ose në formate të tjera që nganjëherë thjesht është e pamundur që lënda të mos kthehet në rivendosje. Edhe më mirë është nga gjykata instancës 2 të kthehet në rivendosje kur ka shkelje ose ka përcime të themi procedurale, sesa të pritet që lënda të shkojë deri në nivelin e tazom gjykatës supreme dhe pastaj prap të fillohet nga fillimi që për qytetarin do të ishte edhe dëm më i madh. Normalisht që këtu duhet diskutime, duhet, si më thonë, edhe bashkëpunim sa më të madh me gjykatat e shkallës parë, që së paku arsyet procedurale të kthimit të lëndëve në rivendosje të evitohen në masën më të madhe. Çështet pastaj të gjendjes faktike dhe vlerësimit të drejtas materiale, në çështje që mundet edhe vetë gjykata e instancës 2 apo 3 të vendosë dhe të mos e kthejë lëndën në vendim ose në vendosje sërish me gjykatën e shkallës parë.